Këtu është horoskopi i martë 11 mars 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Mos bëni shumë, ju prisni një përgjigje që nuk do të vi, prandaj jeni i bezdisur. Disa mendime kanë të bëjnë me studimin dhe punën. Demi. E di që do të dërgosh dik në atë vend, por është koha të ngecësh. Merreni me dashurinë me përfshirje dhe konstruktivitet. Mundohuni të rikuperoni tonin fizik, ju jeni shumë të lodhur. Binjaket. Nuk është një ditë e lehtë. Referencat ndryshojnë, në dashuri e gjithë kjo mund të krijojë siklet. Mos i tërhiqni anktet e punës në ndjenja. Gaforia. Një dashuri e lindur së fundmi duhet verifikuar, ose në çdo rast disa projekte nuk janë të realizueshme menjëherë. Pas dite e mërzitshme, duke u lëkundur në ajër. Luani. Nëse tashmë keni pasur probleme me prindërit dhe fëmijët, ose në varësi të moshës, me dashurinë tuaj, bëni kujdes, kjo është një ditë tjetër e vështirë, mbani mend se në fund ju keni kontrollin. Virgjeresha. Çdo gjë që po bëni do të sjellë fat dhe sukses në të ardhmen. Përkushtimi juaj në dashuri do të shërbejë për të ruajtur një mirëkuptim për të cilin ju intereson. Puna dhe studimi janë të favorizuara. Peshorja. Sot mund të ndjeheni çuditërisht të pakëndshme. Ju duhet të përpiqeni të shmangni keqkuptimet ose qëndrimet intolerante, dyshimet e dashurisë. Akrepi. Disa nervozizëm të përkohshëm, ulje ngritje në ton dhe humor, disa përleshje që ndodhin në familje. Si në dashuri ashtu edhe në punë diçka nuk shkon, ndoshta ka pasur shgënjime në lidhje me një projekt apo një program që keni menduar se do të ishte më i kënaqshëm. Shigjetari. Një ditë e një angazhimi të madh me forcë të madhe. Ju mund të rikuperoni një histori, por edhe të shikoni përreth. Bricjapi. Ju duhet të shtrëngoni dhëmbët, nuk ju pëlqen ajo që po bëni në fushën profesionale. Ata që duhet të ndjekin trajtime, terapi, në çdo rast në 10 ditët e ardhshme do të duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të vëmendshëm ndaj recetave. Në dashuri ka padurim. Ujori. Formë e shkëlqyer dhe mbi të gjitha intuit të mira që mund të vlejnë shumë në të ardhmen. Kthesa në dashuri. Tani do të mund të arrini diçka më shumë. Peshqit. Ju keni një pagesë të mirë, mos hiqni asgjë. Ditë e përgjithshme e favorshme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.